Koalicioni vlen mbajti tubimin qendror në Gostivar në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale 2025. Në këtë tubim morën pjesë disa nga liderët e partive partnere në koalicion, të cilët i kanë dhënë mbështetje kandidatit për kryetar komunes Ebajrdin Dauti, si dhe listës për Këshillin Komunal të kryesuar nga Bashkim Hasani. Kreu i Alternativës Zeqiria Ibrahimi, në fjalën e tij para mbështetësve theksoi se me oponentët politik ka dallim substancial, pasi fokusi i vlenit, siç ai tha, janë projektet për përmirësimin e jetës së qytetarëve në nivel lokal, kurse pala tjetër flet për çekeje zagar. Ai shtoi se me ata nuk janë as pak në garë, sepse vlen flet për të ardhmen, kurse të tjerët për të kaluarën e vet. Ne në këto zgjedhje lokale po vim me kapital politik të pushtetit qendror dhe me kapital politik të pushtetit lokal. Ju e dini që Vleni ishte në qeveri për 15 muaj dhe akoma vazhdon të jetë në qeveri, dhe gjatë kësaj kohe ne kemi rezultate të prekshme e të dukshme, të cilat janë të pomohueshme dhe të cilat oponentët tanë e kanë frikë edhe t'i përmendin për shkak se vetë nuk kanë arritur asnjëherë t'i përmbushin. Është çështja e ligjeve të cilat me vite kishin pritur të nuk janë zgjidhur, siç janë të tre ligjet njohura, ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, me çka e kemi mbyllur edhe një dispozitë marrëveshjes së Ohrit, për çka më meritor është vetë kryeministri Arben Fetaj, është ligji për kazinot, me cilin shumë shpejt 10 ose qindra kazino do hiqen prej lagjeve tona, dhe është ligji për zyrtarizimin e medreses Isabeu, për një shkollë e cila të 40 vite kishte mbetur shkollë e egër. Dhe këto ligje nuk kanë mundur të bëhen për 22 vite pushtetit BDI-s dhe u bën për 15 muajt pushtetit të Vlenit. Kemi bërë ca punë të cilat realisht do të jenë të prekshme për qytetarët tanë. Në pjesën e punësimeve që ata një kohë e përmendnin se ka degradim, ne u kemi thënë hajdeni të matemi, se ne nuk e fshehim, u bën 2300 punësime të reja e dikun 700 avancime. Urdhëroni ju, zgjidheni cilin vit e donit mandatit tuaj dhe të krahasohemi. Por ata edhe në këtë pjesë heshtin dhe prapë të vazhdojnë të flasin për çakej e për lakej e për zagar e për këto gjëra të tjera. Dhe kur flasim pastaj për pjesën e pushtetit lokal, qeveria Vlen është ajo që i ka ndarë mbi 80 milion euro vetëm për zhvillimin e komunave. Në fakt, edhe ato projekte që sot zhvillohen në komunën të Gostivarit, e që këta të pushtetit lokal i fshehin për bagerat që të mos mirët vesh se janë të financim të komunës të qeverisë, janë prej qeverisë Vlen. E në vend se ata të jenë të falenderuar, se thonë po, është e vërtet se ato po bëhen me sponsorizim të qeverisë, edhe në këto raste mundohen të fshihen pas perdes dhe të mos të pranojnë se kjo është hera e parë gjatë këtyre viteve sa ekzistojnë këto komuna që një qeveri ndan aq shumë fonde për zhvillimin e komunave. Zëmënës kryeministri Arben Fetaj theksoi se opozita aktuale shqiptare, pavarësisht se flet për çështje kombëtare, është më shumë një opozitë antikombëtare, pasi ajo përfaqëson interesa të ndara. Fetaj tha se Vlen ka arritur rezultate të dukshme në këtë periudhë, derisa është në qeveri, duke punësuar 2300 persona dhe avancuar 700 shqiptarë në pozita të larta në institucionet publike. Ai gjithashtu premtoi se gjatë mandatit Vlen do të investojë 1 miliard euro në komuna, kurse të tjerët siç ai u shpreh, për 23 vite pushtet të investuan 1 miliard euro në projektin Shkupi 2014. Në këto 15 muaj janë investuar 292 milion euro në komunat në mbar vendit. Vetëm në komunat shqiptare janë investuar 82 milion euro, apo 1/3 e shumës së përgjithshme, sipas një kriteri shumë të thjeshtë që është përndarja e eurove për kokë banori. Gostivar, ku jemi këtu, Gostivar janë investu për mbi 10 milion euro. Janë diku mbi 50 apo 60 projekte, nuk më kujtohet numri saktësisht, janë shumë projekte të cilat janë realizuar dhe po realizohen në çdo cep të Gostivarit nga kjo qeveri që ata thonë është qeveri anti-shqiptare.
Kjo do vazhdon. Do vazhdojmë investimet gjatë mandatit, sepse vleni pas këtyre zgjedhjeve lokale do vazhdon me punën në qeveri, do vazhdon me përkrajet fuqishme me gjitha komunat shqiptare për të realizuar 300 milion euro investime në komunat shqiptare brenda mandatit ton qeveritar. Kandidati i vlen për kryetar të komunës së Gostivarit Sebajdin Dauti tha se pas 8 vitesh keq menaxhim të pushtetit lokal, është koha për ndryshim dhe transparencë. Ai shpalosi disa nga projektet që ka për Gostivarin nëse fiton mandatin 4 vjeçar, duke siguruar se qyteti do të kthehet në një vend dinjitos për të gjithë banorët e tij. Ne vim me plan, me vizion, me program të qartë, të ndërtuar mbi shtylla të forta, mbi të cilat do ta ngrejmë Gostivarin dinjitetit, zhvillimit dhe shpresës, infrastrukturë moderne dhe transport i qëndrueshëm, rrugë që lidhin jo që ndajnë, rrugë që zhvillojnë jo që turpërojnë, ujësjellës, kanalizim dhe menaxhim i ujrave, sepse çdo shtëpi, çdo fshat, çdo familje meriton ujë të pastër e sistem funksional. Pastërti dhe mjedis i gjelbër. Gostivari do të jetë qytet i pastër, qytet i gjelbër, qytet që merr frym lirshëm, arsim dhe rini inovative. Të investojmë në të ardhmen, të japim mundësi për çdo të ri, çdo vajzë, çdo djalë të Gostivarit. Shëndetësi dhe mirëqenie sociale, kujdes për çdo qytetar, për çdo familje, për çdo të moshuar që meriton respekt e dinjitet. Zhvillim ekonomik dhe punësim, punë jo premtime, investime jo propaganda, rinia jonë do të ketë arsye të qëndrojë këtu, në shtëpinë e vet. Qeverisje transparente dhe pa korrupsion. Çdo vendim do të jetë i hapur, çdo furnizim i drejtë, çdo qindarkë e buxhetit do të shkojë për qytetarin, jo për xhepat e pushtetarëve. Të nderuar, ky qytet ka qenë gjithmonë gjep i kulturës, i sportit dhe i traditës sonë kombëtare. Por këto vite Gostivari është lënë pa shpirt, pa ngjyra, pa emocion dhe pa jetë. Në tubim u prezantuan edhe kandidatët për këshilltar, ndërsa bartësi i listës për Këshillin Komunal Bashkim Hasani tha se arsyet që kanë bashkuar oponentët politik janë frika dhe interesat personale dhe se është koha të thuhet stop pazareve dhe klaneve. Ai theksoi se ky është momenti për ndryshimin e Gostivarit dhe për një administratë më të përgjegjshme dhe të orientuar nga interesat e qytetarëve. Mjaft më me eksperimente, mjaft më me interesa personale që kanë mbajtur peng qytetin për vite të tëra. Ne në Vlen nuk vim për të qeverisur si ata, me pazare, me klane e me fshetësi. Ne vim për të kthyer besimin e qytetarit te komuna. Ne vim për të ndërtuar, jo për të maskuar, për të hapur rrugë të reja, jo për të fshehur në rrugica të ngushta. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë punë të ndershme, vendime të drejta dhe qytet të pastër, sepse qyteti nuk ndryshohet me fjalë, por me vepra dhe punë. Dhe kur ata qytetarë të dashur të kërkojnë votën për hallin e tyre, thuan juni, ne nuk votojmë për hallet tuaja, ne votojmë për të ardhmen tonë. Gostivar, ka ardhur koha ta ngrejmë kokën lart, ka ardhur koha ta kthejmë dinjitetin tonë, besimin tonë dhe të marrim në dorë të ardhmen e qytetit tonë. Ne nuk kemi pasuri për të mbrojtur, por ndërgjegje për t'i shërbyer. Nuk kemi klane për t'i ruajtur, por qytetar për t'i përfaqësuar. Ne nuk vim nga frika, vim nga shpresa, sepse vlem për Gostivarin, vlem për çdo familje që do punë e jo premtime. Vlen për çdo të ri që kërkon të ndërtojë jetën këtu, jo ta kërkojë atë diku tjetër. Vlem për çdo njeri që beson se ky qytet meriton më shumë. Dhe më 19 tetor, Gostivari do të tregojë se nuk shitet për interesa, nuk friksohet nga kërcënimet dhe nuk mashtrohet nga rrugicat e propagandës. Sepse Gostivari ka zemër të madhe, ka njerëz të ndershëm, ka zë që nuk hesht më. Prandaj miq, le të themi me zë të lartë, që të dëgjohet në çdo lagje e në çdo fshat. Vlem për Gostivarin, vlem për qytetarin, vlem për të ardhmen,
vlen me Sebajdinin, vlen të votohet numri 7. Në Tubi morën pjesë edhe përfaqësues të tjerë të koalicionit, të cilët premtuan fitore në Gostivar në zgjedhjet e 19 tetorit.